Ferma VIP 2 ka rrëmbyer vëmendjen maksimale që në ditët e para të nisjes së rrugëtimit të saj, ndërsa 16 fermerët kanë dhuruar spektakël, emocione të bukura, por edhe garë. Menjëherë, sapo u bën pjesë e lojës mbrëmjen e së hënës, konkurrentët janë përfshirë në diskutime që lidhen me jetën e tyre personale, karrierën e padyshim edhe me detyrimet që kanë ndaj jetesës në fermë. Vendos. Më falni shumë. Do i pres gjithë pasojat. Ishin pikërisht rregullat e thyera nga Alba, ato që nisën dinamikat e para në fermë. Fermerja Hapizarfin që Agai i kishte dhënë Ronit pas misionit të prezantuar mbrëmjen e së hënës, duke bërë automatikisht anulimin e festës së mirëseardhjes. Agai duket se ka nisur punën menjëherë duke nisur sfidat dhe lojrat. Ka qenë pikërisht sfida e ndërtimit të kolibeve për 3 qenushët e rinj që ju bashkuan fermës, ajo që ka angazhuar maksimalisht fermerët. Sfidën e ndërtimit të kolibes e fiton skuadra e Ronit. Grupi Ronit, i cili u shpall edhe grupi fitues, është shpërblyer me një festë surprizë në ambientet e oborit të fermës. Ndërsa për skuadrën e Silvanës që u shpall edhe skuadra humbëse, dënimi ishte të qëndronin të mbyllur brenda shtëpisë. Hajde, shpejt! Dita ka nisur herët për të 16 konkurrentët, e veçanërisht për grupin humbës. Ishte kryeplak Albano, ai që ka ndarë punët në fermë që në orët e para të mëngjesit. Kështu që I don't care fare, I hapet derën mu zhduk nga sytë tash, direkte. Veç debateve e diskutimeve nuk kanë munguar batutat dhe energjia pozitive. Por çfarë pritet të ndodhë mbrëmjen e sotme? Cili do të jetë rezultati i televotimit të hapur natën e parë të spektaklit për fermerin e preferuar të publikut? Ka ardhur momenti të zhvillojmë lojën. Ferma VIP 2 do të transmetohet live në orën 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe në 2 kanale të dedikuara të platformës Tring.